Intelektualët, politika dhe nevoja për të lexuar realitetin, nga Agim Baçi. Dilema e intelektualëve për pjesëmarrjen e tyre drejt për drejt në politik pavarësisht lidhjes së gjithanshme me politikën, është sot një problem i përbotshëm. Gjithkund ka zëra protestues lidhur me futje në politikë të njerëzve që në jetën e tyre nuk kanë shfaqur asnjë ambicie intelektuale, apo siç shprehet profesori i filozofisë në Universitetin Notre Dame në SBA, Gary Gatting, nuk kanë shfaqur asnjë ambicie për jetën e mendjes. Ky distancim gjithnjë më i madh mes intelektualëve dhe pjesës tjetër të shoqërisë ka prodhuar një raport krejt tjetër me votuesin e sotëm, duke krijuar idenë e gabuar se gjithkush mund të merret me gjithçka dhe se të bësh politikanin është më shumë çështje biznesi. Çështja e modelit të përfaqësimit në shtet ka qenë një çështje analizuar që në veprën e Platonit e Republika, ku kërkohet një kombinim mes njohurive teorike dhe atyre praktike, me qëllim që idetë të shkojnë drejt zgjidhjeve në të mirë të shoqërisë. Ndërka Jean-Paul Sartiri konsideronte intelektualin në teorinë e tij me përkufizimin i dobishëm. Pra Sartiri na jep një përkthim të nevojës që e kërkonte Platoni në teorinë e tij, kur theksonte nevojën e kombinimit të teorisë me praktikën. Por a praktikohet kjo thirrje e Platonit apo përkufizimi i Sartirit sot? Po të shohim çfarë ndodh në faktori shqiptar, do të dallojmë lehtësisht se klasat politike janë në përballje gati dramatike të nivelit intelektual të konkurruesve dhe të zgjedhurve. Partitë që kanë qenë në pushtet kanë lënë pas marrëdhëniet me akademikët apo njerëzit që kanë bërë jetë studimore e shkencore dhe janë mbështetur në politikat e njerëzve të biznesit dhe të personave të fortët e më shumë njohje. Për këtë mjafton t'i hedhësh një sy mungesës së programeve për kulturën, arsimin e sidomos për përfshirjen e debateve teorike, për të kuptuar se partitë po shkojnë gjithnjë më shumë drejt përbërjes intelektuale. Edhe partitë e reja të krijuara për të kundërshtuar partitë ashtu quajtur të vjetra janë të rrezikuara nga përfshirja nga ky terren i ri larg ideve të Platonit apo edhe ndaj përkufizimit të Sartirit, nëse nuk do të përpiqen të ndërtojnë bariera shkencore dhe morale kundër këtyre fenomenëve. Nga ana tjetër, nëse intelektualët ndihen sot të papërfaqësuar nga ata që drejtojnë në politika apo institucione, nëse intelektualët ndihen të sulmuar nga pasiguria apo injorimi i mendimit të tyre, atëherë duhet të gjejnë rrugën të bashkëpunojnë, të ngrinë zërin, të bashkojnë forcat për të mos qenë pjesë e injorimit. Por një hap i tillë duhet të kërkojë së pari nga të gjithë që të kujtojmë se çfarë janë të zotët të bëjnë ata që kërkojnë ndryshimin, ata që duan të jenë ndryshe. Vetëm pasi të kenë pranuar aftësitë e veta, vetëm pasi në mënyrë inteligjente të kenë pranuar se vetëm një bashkim i engjëjve do të jetë edhe efekti më i mirë i ndryshimit, atëherë mund të fillojmë të flasim, mund të fillojmë të kërkojmë realisht atë që mendojmë, si me të mirën për vendin ku jetojmë, ku askush nuk duhet të ndihet i përjashtuar, por gjithkush të kuptojë pozicionin e vet. Përndryshe, nëse do të vazhdojmë vetëm të konstatojmë e të mos japim zgjidhje, nëse do të vazhdojmë që për hir të mbijetesës vetëm të aprovojmë atë që na serviret, atëherë nuk ka pse të akuzojmë askënd se nuk na e dha mundësinë për të ndryshuar të ardhmen tonë. Por a ka zgjidhje? Kalimi në një komunikim të fshatit global, siç e konsideron filozofi kanadez i komunikimit profesor Marshall McLuhan, komunikimin e sotëm të përdobishëm ka nxjerrë në pa dëshirën e kujdo për të dhënë idetë e veta, të cilat të kombinuara me fuqinë ekonomike kanë minimizuar ndikimet intelektuale në jetën praktike. Për të shmangur një dominim të personave pa jetë të mendjes, duhet parë se si funksionon në zgjidhjen e sotme botërore, sidomos në politikën amerikane. Për shembull, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të shmangur dyndjen e anti-intelektualëve në Kongres apo në Senat, partitë kanë krijuar organe këshillimore apo fondacione ku debatohet lidhur me të drejtën shkencore, sociale, filozofike e natyrisht, edhe modelet e rëndësishme ekonomike që garanton mirëqenien. Të tilla fondacione studimore garanton mosrëshqitjen e partive në rastësi apo në pushtetin e njerëzve që me mungesa të theksuara ideore apo edhe përfaqësues të dhunës. Në një farë mënyrë, liderët dhe politikanët duhet të jenë sot konsumatorët inteligjent të opinioneve të ekspertëve, pret profesori Gatting, si një ekspert i kësaj çështje. Duke përgatitur përmes forumeve të ndryshme këtë konsum të domosdoshëm, partitë do të arrijnë të kenë në mes të tyre përfaqësues që do të jenë në gjendje të lexojnë nevojat e ndryshme të shoqërisë, si dhe rrugën e domosdoshme për mirëkuptim. Ky hap do t'i ruante gjithashtu partitë nga mosmundimi i anti-intelektualizmit, që tashmë ka përfshirë pjesë më të madhe të politikës, sidomos në vendet ish-komuniste, të cilët kanë trashëguar një elitë krejtësisht ideologjike dhe anti-intelektuale.
Përndryshe, nëse nuk do të ketë një lexim të realitetit nga intelektualët dhe politika, shumë shpejt do të shtrohet numri i të zgjedhurve që do të shfaqin hapur neveri për intelektualizmin, gjë që do të vijojë të thellojë krizën e ideve. Të paktën vende të vogla si Shqipëria, me një të kaluar në një sistem totalitar, që shohin përveç mendimit edhe besimin në Zot, e kanë edhe më emergjente këtë zgjedhje.